250 nga ju, vëreni lart me gola, 3+. 250 të tjerët, vëreni poshtë me gola. Të jeni sigurt se gjysmë do fitojnë. Se kush fiton, se kush unë pasaj, nuk e di. Unë u adhash parashikimin tim. Mos më thoni që s'u thash. Është parashikim serioz, se juve duket si çuditje pa besueshme. Është minut 50 Anglia. Çën si ka? Po çën si ka, olla? Se qa është? Unë se kam iden fare. Sa është me qenë se që ka minut 50? Sa është Anglia? 0-0 është. Shumë mirë. 250 vereni nuk bëhen 2 gola. 250 vereni kalojnë 2 gola. Të sigurt gjysmë do fitojnë. Është e sigurt që gjysmë do e kapin. Pastaj se kush e ve ashtu, nuk e di unë. Ajma, 1 në 2 veta do e kapi. Këte ta keni të sigurt. 1 në 2 veta do e kapi. Kush e kap, të më thoj falemderit. Kush nuk e kap, pse se lozi ndryshe. Ta e kështë e lozur, ta e kështë e kapur edhe ai. Ore tani, që do thoj profja, unë u adash rezultatin, njës më të gjuat, su kam faj. Të kena shnetin, po normalisht kemi shnetin, se shëndeti e shpresori. A e keni të gjuar jo kengën e Ylli Bakës, që thot se shëndeti është i pari, pas ta i leku dhe dollari. Mos u merrni me gjërat tjera, merrni me shëndetin. Ku ka si shëndeti? Shëndeti është gjëja kryesore. Merrni me shëndetin. Nuk kam punë ori jo, me ata që merren me trading. O vllai, gjithë secili e di vetë se çfarë bën edhe ka të drejtën e gjithë botës të bëjë çfarë të dojë. Djali është arrestuar dhe duke vjedhur bicikleta, se besoj. Nuk e besoj, po, që më ka thënë njeri sot, seriozisht. Do mërzitet ai djali kur ta dëgjoj, po kam folur me një shok në Angli, sot. Edhe tha isha në Vlorë, tha. Me një shok, tha, në makinë. Ishte djali, tha, në Lungomare. Djali. Edhe i rash borijës, unë tha dhe për shëndeta. Ore, tha, ta shikoj e këshu, tha, thoshe ti, tha, kush është ky? Ba në një qëndrim, tha. Hajde, djali, hajde, tha. Nuk i flisje do, tha. Nuk i flisje do, të këpton në bandat të... Keni parasysh ju? Shumë lartë. Nuk i flisje do, tha. Është gango. Po qa gango? Ti është gango? E para njerë nuk duhet i kesh me spango. O Blackjack. Po që e pjede, tha, dje, si ti kapesh ti, tha, 1 milion. Po si ta heq këta këtuar që jaj. Si ti kapesh ti, dje, tha, o Gjess. Si do i kapesh ti, tha, 1 milion, tha, 1 milion si kap do të unë, tha, do i kapesh ti, tha, 1 milion. Hajde, djali. Hajde. Djali, ore, djali. Djali i lezetsh. Ku ta heq këtë deli, o shak? Në madhë. Si ta heq këtë ere, o qëna? Ky shkrimi që ka dalë këtu si hiqet, kush më tregon? Jo, se kap do të që ta vesh. Remove on this campaign. Shko te settings.
hoqja. Hello Benny, hello Benny, oh brother. Benny, you are starting to put videos to show you are not brother. What's going on, Benno? You really thought people are thinking you are brother and you need to prove to the people the opposite? Qa të bëjmë këtë trendit, investojmë apo jo? Ke folë me balin si është. Babali është shumë mirë, keni të falat gjithë si quna si goza pa dallim feje, krajine, moshe apo ideja. Përsa I përket pjesës unë e mollë që a e mbrava, si, por supuesto que sei. Ore Beno, qa, mos po dalë që kurizi? A Beno? Beno, you good, brother? You laugh, huh? Uçuna, unë e mollë, aja punë përgjigjen. Përsa ju përket të gjithë ju që do një të losni me trading, për mendimin tim, çdo person që los me trade, në formën lartë poshtë, pa pasur asnjë lloj informacioni, pa e ditur se çfarë është bigjos. Kaq. Nëse pasandaj ndjek X person, është ndjek një person që los bigjos, ose që e studion mënyrën se si funksionon marketi. Pastaj, se del plus, se del minus, 85%, unë di që humbasin. Pse kush fiton pastaj, nuk e di, po unë s'kam parë në jetën time, apo këtu dikaj që na tregoj balanci I rritet gjatë gjithë kohës. Fakte të balance reale që rritet gjatë gjithë kohës. Pastaj a losim bigjos? Por, losim na pak të gjithë. E unë mund të los bigjos, se nuk tregoj. Nuk është çudi. Mund të los edhe unë trading, edhe nuk mund t'ja sugjeroj dikujt. Mund të los trading dhe nuk ja sugjeroj dikujt. Po me Bitcoin, ka rënë. Edhe Bitcoin ka rënë, edhe Solana ka rënë, edhe Ethereum ka rënë, edhe XRP ka rënë. Normal që ka rënë. Kur mund të ngrihen? Kush e di? E mund mos ngrihen kur. Po edhe mund ngrihen nesër, mund ngrihen tani, duke folur ne. Ore, gjeni do t'i kush e bën golin Anglia, apo Senegali, apo Ghana, me ka volosin ata? Se gjeni do t'i. Në letër, në studime, mund të parashikohet që Anglia mund të fitoj? Ha, ma nuk I dihet, ja kaput një gol Ghana dhe thon pastaj po jo, po se letrat parashikuan që Anglia do fitonte. E kuptoni apo jo? Është shumë e thjeshtë. Unë nuk flas për X person apo për Y person, sepse nuk kam arsye pse. E zeza është e zezë, e bardha është e bardhë. Se doni pasandaj, ti thoni kësaj të bardhë dhe kësaj të zezë, thojnë ore, është e drejta juaj. A u ndalon kush? Ja. S'u ndalon kush? Zero. Ja, doni pasandaj që ka plot mënyra për lozo. Po nuk flas dot, për gjëra që nuk kam informacion, nuk flas dot. Djalin e kishin te lokalit të përveçuar të blejnë paket cigare. Po mirë. Nuk flas dot të shumë sinqeri se I shkëpusin, I bëjnë meme, thon shiko si foli ky, shiko si foli për atë. Unë për veten time kam vajtur 3 herë në bigjos, këtu në trading. Ditën e parë pash, ditën e dytë loza, ditën e tretë pash, edhe ika. Nuk më tërheq. Që t'jetë diçka që nuk më tërheq, nuk më jep atë, s'më mban. Dhe kaq. Nuk kam asgjë kundra kujtoj që los bigjos, është e drejtë e vetë. Nuk kam asgjë kundra kujtoj që investon në një skem me risk. Nuk ka asnjë lloj problemi ora. Ora ne gjithë jetën rrezikojmë. Rrezikojmë për një punë.
Ore, ne rrezikojmë i hipim avionit pa e ditur piloti, është jaftë apo nuk është? Ore, ne hipim autobusit pa e ditur shoferin, është jaftë, i pir apo esëll? Ne rrezikojmë jetën tonë, jetën, jo më buxhetin edhe këto gjërat e tjera. Kështu që ne rrezikojmë gjatë gjithë kohës. Pastaj, Pocahontas, pastaj, a rrezikojmë se duam ne, a rrezikojmë se na yshtin, apo se na bindin, apo se na tërheqin, apo se jemi ne vetë që duam të tërhiqemi, ajo është pjesë tjetër. Ajo është pjesë tjetër, se kalon për shembull një vajzë si Enkeled apo si Pocahontas, që ka sharm apo finesë. Vetvetiu një mashkull që do një femër e kthen kokën e shikon. Po nuk është faj asaj që kaloi. Është ajo që ne duam. Po gjada, nëse ne duam, kalojmë pra një lotoje dhe nuk kthejmë syt në Pocahontas, po e kthejmë syrin në lotua. Sa është Anglia? Ty do hyjmë brenda ne, tek Anglia dhe do i vëm gol. Po, është zgjedhja jonë. Pra ne zgjedhim se çfarë duam. A duam diçka që na tërheq fizikisht në jetë apo në gjëra të tjera, apo duam një ndjesi momentale. Duam një ndjesi momentale, i fuzim dy viza, një gotë alkool, gol Anglia. Po e bëri, se bëri s'na indjen. Qojmë i ditën tjetër, na dhem qi koka, kontrollojmë xhepin, kur fusim dorën kapim, dihet se çase xhepi s'ka gjë brenda, edhe hapim syt. Dhe rrim presim. Kujt i bëjmë gol, se nuk e bëri dot golin Anglia. Bëjmë gol, vazhdojmë programin një 2-3 herë, dhe pastaj del në televizor X person që e hengri lulet ballit duke ngrënë fare. Ka edhe kështu, se kështu nuk ka. Prandaj, për mendimin tim, duhet gjithë secili që luan diçka, e para njëherë të vetë kontrollojë se sa luan, të vetë kontrollojë se sa luan, të luaj një pjesë të lekut që nuk e ka domosdoshme për të jetuar, për paguar qiran, për ngrënë bukë, etj. Sepse do i shikosh edhe përqindjen se sa përqind ke shanse për të fituar në një X investim të caktuar. Dhe do shikosh probabilitetin. Dhe për mendimin tim, të gjithë ju që losni, por losni me kujdes, me terezi. Losni me terezi. Mos losni duke kaluar ato limitet që ju mbani. Ngel pishmanto po se provova, do i fus ta provoj maksimumi, thot se bëjmë. Ore nuk ka asgjë të keqe. Ja, një tip shembull, ky niti Jani do vi këtu tani dhe do jetë disa teorira ky. Punë stresi, punë depresioni, punë papunësie. Gjëni çik, ka gjithë jetën ky. Kam parë edhe një person sot që thot, unë nuk punoj se mua më kap stresi, ankthi dhe depresioni po punova. Ta dini ju sa më kap mua ankthi, stresi, depresioni, kur jam në punë. O neni, do mos kur vete ajo dirësa këtu, që ja bën pik. Qa stresi kam apo jo? Qa depresioni më kap? Po kur më pikon dirësa? Se kështu që nga ka rike? Jo, s'më kap fare. Zero. Pavarësisht se ka edhe njerëz që i kap depresioni dhe stresi nga koha, ka edhe nga ata, pse jo? Po ne që punojmë kuzhinë, ti vdis aty.